mendoj që fokusi do të përcaktuar në vend tjetër. Nuk mendoj që problemi është sa drogë futet në Shqipëri. Jo se nuk është problem. Por problemin në sa i takon trafikut drogës dhe shitjes drogës, Shqipëria është një treg i vogël. Ai që është problem dhe që ka ngjallur interesin dhe besoj këtu do të vënë optikat edhe tek shkrimi i BBC-s, është e parë fakti që BBC bën një reportazh ku nuk flet më për mafian ruse. Jo, nuk flet më për mafian bullgare. Nuk flet as për mafian serbe apo rumune apo qoftë edhe mafian italiane. Jo, Ndragetën e kemi sfumuar. Pra, aty gjithë shkrimi ishte vetëm për një mafia e cila jo vetëm bën namin në Europë, por bën namin edhe në Ekuador, e cili për definicion është një nga vendet më të rrezikshme në botë. Më të dhunshme. Dhe më të dhunshme. Pra, dhe atje dhe jemi më të... Dhe pra, kush është problemi që identifikohet aty? Çështja është që këtu ne themi që nuk është shkapur asnjë kile drogë. Problemi i madh është që këtu nuk është shkapur asnjë lek që kalon në për këto sisteme. Sepse problemi më i madh që ka Shqipëria sot me ndërtimet, nuk është se këta ndërtohen nga droga, por këto ndërtohen nga paratë drogës, të cilat vijnë nga trafiku që bëhet sigurisht në Bashkimin Evropian dhe në Britaninë e Madhe. Sepse rezulton që në 2 vjet konsumi i drogës në Britaninë e Madhe është dyfishuar. Nga 24 ton ka shkuar 46 ton sipas hetimit. Imagjinoni se çfarë ka ndodhur në Europë. Dhe praktikisht dihet fare mirë që mafia shqiptare është ajo që kontrollon tashmë portet hyrëse të Antwerpës, të Amsterdamit, ku ka pika hyrëse të tjera, Britani pa diskutim po. Dhe problemi është që gjithë kjo para vjen si cash flow në Shqipëri. Dhe prandaj sot ne kemi euron, domethënë euro sot është një para koti, po them, është një para e pavlefshme në Shqipëri. Pikërisht për shkak të që ka dënuar eksportet, ka vrarë prodhimin vendas, produktin made in Albania, se gjërat janë të lidhura. Dhe çfarë ndodh? Ata e po e kuptojnë gjithnjë fare mirë që këtu ka një mekanizëm i cili funksionon që nga paraja që prodhohet atje, ata atje sa mund ta injektojnë në Britaninë e Madhe. E vetmi vend ku mund ta injektojnë, ta legalizojnë, ta fusin sistemin bankar. Dhe në momentin që ti e fut sistemin bankar, pastaj ti e çarkullon në gjithë botën, kush është praktikisht Shqipëria. Si bëhet kjo? Bëhet përmes ndërtimit. Çfarë ka ndodhur 2 ditë më parë? 2 ditë më parë ne pam që kryeministri i Shqipërisë certifikoi vetëm në Tiranë mos gabojmë një 20 kulla të reja. Dhe një prej të cilave dhe në Durrës dhe një prej në Durrës kush e kishte? E kishte një njeri që është në kërkim për zhdukjen e një personi që është pikërisht pjesë e trafikut drogës. Dhe gjitha këto çojnë tek një person, tek Zoti Rama. Unë mendoj që Zoti Rama ditën para 2 ditësh realisht në analizën e tij ka bërë pazarin e tij të fundit, sepse ai lloj agresiviteti në firmosin e lejeve të ndërtimit për kulla praktikisht e parë punës do ta kthej Tiranën në një kantier super të madh, sepse këtu një kull ndërtohet dhe shikojmë gjithë efektin e trafikut. Imagjino 20 kulla që do të fillojnë për një herë së ndërtuari vetëm në Tiranë, se çfarë efekti do kenë mbi qytetin, se çfarë cash flow kërkojnë për të ardhur këtu dhe se çfarë pazari i madh është. Unë mendoj që ose kjo dhe 4 vite të tjera ta lejosh. Patjetër. Këtë gjë me një lehtësi. Kjo gjë që ka ndodhur para ca ditësh realisht më zhduku shproporcionale nga mënyra si ka vepruar Zoti Rama. Pra e ke parë në ngut për të përmbushur premtimet të bëra. Për të bërë premtimet të bëra që sigurisht Zoti Rama nuk i kanë të qytetarëve shqiptar, por i kanë ndaj bandave të trafikut të drogës dhe kur të thot BBC-e që mafia më rrezikshme është ajo e shqiptarëve që ka kapur Ekuador